Çfarë punë bëhe në Greqi atëherë? Sa kisha filluar të bëja llaç. Edhe u bëra dhe maestro në llaç. E më thoshin atje në punë kur veja për reklamat, që bënim reklama, o usta. Muare djemë, nuk jam usta këtu. Më vini në skenë, të shikoni, jam usta apo nuk jam. Më mungon të skena, më mungonin kolegët, më mungon të jeta ime. Sa e bukur. Më kujtoj një çik telenovelën në 2000 që bëri Buj. Dashuria erdhi nga larg. Çfarë ndryshoi në mentalitetin e grekërve? Shiko, mentaliteti për shqiptarët jo vetëm u përmbys, po u thye më dysh. Fal kësaj telenovele. Fal, natyrisht. Po tani çfarë bën tani aktori? Po pres një përgjigje për një reklam të re. Është më mirë me reklama apo të luash film? Jo. Shiko, reklama të mbush, por ama nuk të ngop. Pse? Sepse në 30 sekonda duhet të zbërthes karakterin. Po para kush ka më shumë, reklama apo filmi? Reklama. Për një reklam unë ka marrë 12.000 euro. Po për një film? 1.500. 2.000. Pra je bërë influencer tani, është më mirë të jesh influencer. Po, si këta të Instagramit. Po ta thash, më tha djali, babi thot, ne punojmë një vit dhe si marrim të paratë. Ti për 2 ditë i merr. E bukur.